emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, kudo që na ndihni të nderuar shikues. Kosova politike vazhdon të jetë duke vendomruar në 4 muajt e fundit pa formim të institucioneve, edhe pse njerëzit votuan që të kenë institucione të shpejta me nën të shkurt partia e parë. Ajo e zotit Kurti nuk është e gatshme duket për kompromis, për marrëveshje politike që të hap shteg zgjidhje. Së fundi Lidhja Demokratike doli me një propozim, pritet zbërthejt me tutje, kë për qeveri uniteti, në mënyrë që Kosova kryesisht merret mbase me agjendën ndërkombëtare detyrimeve që nga viti 2015 tek ne për t'i dhënë një nxitje aprovimi, mbështetje gjitha venimeve që ka marrë shteti i Kosovës, cilat do qeverinë në mënyrë që gjitha këto të mos bënë objekt debatit brendshëm për të faqësuar dikë me patentën e tradhtarit, patriotit e tjera. Por se çfarë do ndodh politikisht tutje do diskutojmë me njërin prej deputetëve që ka eksperiencë politike në disa mandate të legislativit, zotin Armen Zemaj, deputet i Lidhjes Demokratike, ish ministër i Shëndetësisë. Zoti Zemaj, faleminderit për kohën. Faleminderit, mirë se u gjeta. Faleminderit. Do doja këtë propozimin tuaj për qeveri uniteti. Sa është i bërë në rrethona kohë aktual, sa është i kohës tani për sa kohë që po flasim? Cila është rëndësia e tij? Propozimi duhet ta saksojmë është i pëshuar pikëpare edhe në pjesën politike, por edhe të përgjegjësisë që na takon si subjekti i tretë i dalur nga vota e lirë qytetarit në zgjedhjet e 9 shkurtit. Shumë kush ndoshta edhe ka gjykuar që është një propozim i cili sa për të tejkaluar përgjegjësinë e kërkuar ose nga ne, por ose nga të tjerët në kuptimin e formimit të institucioneve të reja të Republikës së Kosovës. Por e vërteta është ndryshe në kuptimin pozitiv të saj, sepse kemi tejkalu vetveten si subjekt politik ose nga ajo që quhet ego personale, individuale e njerëzve edhe brenda strukturës dhe leadershipit që të kenë pozita vendimarrëse në këtë fazë, gjithmonë duke u bazuar në atë që është pa nga përfundimi i zgjedhjes, tërëzgjatja e procesit edhe të numërimit të vota, por pas saj që nuk po mundemi ta kemi konstituimin e kuvendit, po edhe formimin e qeverisë së Kosovës. Grupi politik Lëvizja Vetëvendosje si parti e parë që ka dalë nuk i ka pasur dhe nuk i ka votat e mjaftueshme për të krijuar institucione të reja, por nuk po krijohet mundësia as për të tjerët që tentojnë qoftë në krijimin e qeverisë ose marrjen e përgjegjësive edhe si pjesë e konstituimit të kuvendit. Andaj kjo është analizuar mirë, tash edhe do të dokumentohet se cilat janë propozimet e sakta në këtë periudhë të shkurtë, si qeveri kalimtare, si qeveri e unitetit. Nuk e di pse njerëzit frigohen prej unitetit, nuk e di pse frigohen prej shpërndarjes së përgjegjësive në interes të vendit, në interes të Republikës së Kosovës. Nuk e di pse tentohet të vazhdohet polarizimi i skajshëm dhe mos kontribuohet në unifikimin e spektrit politik, duke marrë parasysh që akoma sulmohemi nga jashtë, nga fqini, i cili nuk e dëshiron Republikën e Kosovës, nuk e dëshiron stabilitetin, dhe nga ngjarjet dhe zhvillimet globale që besa nuk janë shumë të favorshme nga ato që është zhvilluar sfundi në territorin e Ballkanit, por edhe në Republikën e Kosovës. Andaj ne besojmë dhe shpresojmë që do të ka mirëkuptim, nëse nuk ka ndonjë agjendë tjetër të fshehur, ta quaj që dikush tenton që të krijojë ose të marrë mandat me pazare politike, por këtu Lidhja Demokratike e Kosovës është e përjashtuar dhe as nuk do të bëhet, as nuk tenton të bëhet dhe as nuk do të lejoj si pjesë e demokracisë zhvillimit nëse dikush e ka një ambicie të tilla. Çka synon konkretisht pa hyrë në shumë detaje, 1, 2, 3. E para është zgjidhja e ngërçit politik, sepse duket që nuk ka vullnet të përgjithshëm që të shkohet në zgjedhje të shpejta të jashtëzakonshme. Ne kemi edhe zgjedhjet lokale, tash vetëm data është caktuar, shumica e komunave degëve, po flas për subjektin ton, kanë filluar edhe më herët përgatitet, dhe tash është intensifikimi i zgjedhjes së kandidaturave, asamblezëve, fokusi e shumë gjëra tjera që është normale për pushtetin lokal, por edhe për përgjegjësitë që i ka Lidhja Demokratike e Kosovës. Kur të zgjidhet ngërçi politik,
Dhe qytetarët i kanë institucionet e reja, edhe pse kalimtare, ne do t'japim edhe ato pikat e agjendës, se cilat janë të mundshme, po cilat janë të vazhdueshme si interes i Kosovës, si interes afatgjatë. Na ka plu amnezia institucionale dhe shpeshherë janë ndërprej projekte të rëndësishme për shkak të inateve politike, janë ndërprej bashkëpunime të rëndësishme, partneritetet, janë ndërprej projekte zhvillimore, janë ndërprej projekte investive, se dikush për inate politike, inate personale, ose tendencës që të lejë një shej, por e cila ka dalë e kundërta që të bëjë diçka të mirë për qytetarin edhe për vendin. Domethënë, janë shumë gjëra që ne i shohim pozitive. Cila është negative? Negative është që kjo nuk është krejt në vullnetin ton politik, nuk është krejt në vullnetin e strukturës tonë, sepse në fundit ne mund të him edhe me hise ton politike, të him edhe me pjesën që na takon, të marrim edhe përgjegjësi të drejtë për drejta, edhe në atë ftesën e pas sinqert që kemi elaboruar shpesh herë edhe nëpër media. Me hile thu ishte. Po ishte ftesë me hile, dhe kjo është analiza dhe kjo është një arsye shtesë që nuk kem dashur me leju që të vazhdoj egoja. Rigulltitur elektoratin e LDK-s, cilën së fundi edhe elektoratin edhe tendenca për të treguar se si duhet të sillesh në shtëpinë tënde. Lidhja Demokratike e Kosovës është duke vazhduar komunikimin e njëjtë. Është duke vazhduar mos ta quajë reformë, se tash është banalizuar kjo pjesa e reformës, jo vetëm për ne, po sa herë përmendet në Republikën e Kosovës, po është duke vazhduar komunikimin me njerëz, me gjeneratat e reja të mesme, me kontributansit afatgjatë në Republikën e Kosovës, që besa dhe themeluesit, ata të cilët e kanë shëndetin edhe kanë mundësinë, sepse 70.000 vota nuk janë pak për një mandat opozitar që ti rikthehesh dhe tendojsh që të delsh subjekti i parë edhe subjekti fitues. Pra, po neve duke ecur në këmbë në tokë, ky propozim e ka një kosto për LDK. Po e ka një kosto sepse ti bëhesh pjesë edhe atyne që spaku politikisht, se nuk është edhe për demokraci, mos flas për pluralizmin, që marrim ne pjesë, domethënë se qeveria unitetit atëherë ka lënë më shumë në pjesën profesionale, është afat shkurtër, janë temat ekonomike, politike, të obligime ndërkombëtare e gjëra të tjera të cilat janë interes të vendit. Po nuk janë pure politike individuale, në kuptimin e marrjes së përgjegjësive të njerëzve, dhe ti atëherë bëhesh pjesë edhe me ata të cilët ndoshta ki dallime ideologjike, ki dallime edhe politike. Kuptimin bëhesh bashkë me të gjithë, në kuptimin institucional, por në kuptimin politik ti ke agenda tua dhe ke ideologjinë tënde. Kur do të mbahen, për secilin mbas. Ne mendojmë që kjo është pozitive për vendin. Atëherë kur ti ofrosh pozitivitet, besoj që edhe kjo shpërblehet, edhe qytetarët kanë nevojë për pozitivitet, kanë nevojë për afirmitet. Një momentum shpresë, inkurajimi të kuptimin e zhvillimit të demokracisë së vendit, kanë nevojë për eliminimin e barrierave kolektive që janë futur fatkeqësisht edhe këtu nuk ka asgjë të fshet lëvizave vendosje është pris i këtij polarizimi, edhe nga gjuha, sjellja, komunikimi, mos ta quajnë edhe ato derisa ka shkuar ndarje familjare, shoqërore, me mërgatën e me shumë gjëra tjera që kanë tingëlluar dhe kompleksin negativ. Ku mbi sëndon urrëti është prezant. Është edhe në rrjetet sociale, është gati në gjuhë vrastare ndaj njëri tjetrit. Sa herë që ti e shpreh mendimin e lirë, po ose gjykimin e mirë, nuk do të thotë që të gjithë duhet të pajtohen, po nuk thotë që të gjithë duhet të përgjigjen me një agresivitet. Ai agresivitet vjen nga intuitat e cilën e ka kriju ky subjekt politik, nga mekanizmat parapolitik që i ka krijuar. Parapolitik, sepse kur të që të mund është edhe me përdorë, ju jeni edhe media, edhe jeni zë i lirë, mundi me përdorë në një eksperiment dhe bënë një gjykim që nuk i pëlqen për lëvizjet me vendosje, për zotëri Kurtin, edhe të ishe çfarë mekanizmi sulmues kanë të fake Facebook-au, prej njerëzve inxhinierik, domethënë, edhe kjo dikon financohet. Kjo financimi ka kushtuar Kosovës, jo mua personalisht dorën zemër. Qatin në politikë, i ka kushtuar. Sigurisht se nuk i bën të mirë, po them. Po nuk të bën të mirë, po nuk e mdal. Apo do të për shembull nuk e mdal familjes tuaja, kujto çon tjetër. Përballet me një gjumë të toksike.
Fatmirësisht në personale nuk jam bën ndiku gjumin si shqiptar dhe ose qosh si shqiptar dhe bën gjumin si tradhtar. Ajo është fatmirësisht aty nuk mundën edhe me gjetë një element, apo nuk mundën me gjetë ose nuk mundën me interferu se dalin edhe vetë qesharak, po të prekin gjana sensitive që s'janë përgjithësia jotja dhe s'janë në kapacitetin tënd. E mira është që nuk mundën më gjykua, ndoshta mund të tingëlloj subjektiv, po pjesën e shkeljeve ligjore, është fati edhe këmbgulësia ime, po edhe bindja ime edhe edukata politike edhe familjare që nuk ja kam leju vetit që të bëna shkelësi ligjit, asnjë kundërvajtje vetme. Atëherë duhet dikon me gjetë të preken në familje, të preken në të kalume, të preken rastin e kolonelit Zemaj, Mosbardhës, vrasjes tij, domethënë. Po ju akuzojnë gjithë që nuk bëni gjë për të. Po paramendoj, domethënë, paramendoj është një farë sulmi. Në kapacitetin familjar, por edhe politik, unë jam krenar me ata që ka mund të bëj edhe së një zoqë edhe nuk ndalet kërkesën për drejtësi, edhe për vendin para drejtësisë, pjesa tjetër përgjithësi familjare, po drejtësia ajo është që duhet. Zakon që me keni ndjekur këtë rrugë, nuk keni dalë për të ngaren, po nuk mundesh me fut, domethënë as me këto gjëra nuk mundesh me fut, edhe pse ne i kemi pa këto elementet tendencës që të kanalizohen në personale, edhe në diçka cila e dëmton edhe kauzën, por e dëmton edhe angazhimin e kolonelit për liri, pavarësi, edhe për ata të cilën për fjalën e lirë, për fjalën e drejtë, për mendimin, për gjykimin, për përkrahjen, për institucionet, për presidentin, me kuvend, kur përballen në kuvend, edhe me këtë propozim, siç u thanë, ju nuk po mundeni pa të bëni, si ta them, koalicion, nuk po mund të ofroni propozime pa që janë atë BDK-ja. Po paramendo tash, LDK-ne duhen të gjithë. Domethënë duhen të gjithë, nuk është një këta para dite e thash një ditë duke hyrë në aty, sepse kam një farë edukatë dhe asnjëherë nuk lejo vetes më ik gazetarëve, kur do mundem edhe kur kam diçka me thonë, sepse e njoh dhe çmoj punën e tyre, edhe pse s'm pëlqen nganjëherë mënyra, sepse është pjesë është madhështia e demokracisë, por nuk ju iki, domethënë nuk jam një prej atyre që as ju ikin në përgjithësinë që më takon, por edhe dëshiroj që t'ju ndihmoj, sepse në fundit edhe ata kanë një angazhim që duhet me prodhu një lajm të caktuar. Edhe një ditë të thash, kur po hin këta të vetëvendosjes, po hin me një gjuhë tepër polarizuese, agresive. Kur po hyn brenda në sallë, po bëhen as demokrat, as të dashun, as të respektuar, kur po dalin prap për i kthehen në xhenezë, në ato duke shpreh mbllefin në LDK-n edhe në veprimet e gjykimet e tyre. Po nuk kisha thonë mbllef, po e kanë frikën nga Liga Demokratike. Druan nga LDK. Kanë druan sepse po them haptas. Ishte elektorati në LDK-s në mënyrë gati ekuivoke. Ne jemi ata që rrezikojmë lëvizjen vetëvendosje, edhe në kauzë, domethënë edhe në kërkesën për fuqizim të institucioneve, edhe për drejtësi, edhe për zhvillim ekonomik, edhe për program politik. Jemi vetëm subjekt politik që kem pas program qartë ekonomik, zhvillimor, me tema të caktuara, me investime, me fonde, me statistika, cilat me afate, domethënë fushata ka qenë tepër korrekte. Dhe kjo e atakon atë të cilin pretendon që do të jetë fitues në vazhdimsi. Në fund fundit është elektorati i cili po bartet, ata të cilët për një kohë u larguan, ndoshta edhe besojnë në prej mashtrimeve populiste dhe të demagogjisë, edhe në këto tema që pak a shumë po i përmendim. Por janë rikthehë dhe po rikthehen në vazhdimsi, edhe nuk po e them për gjykim personal, po rikthehen, ka mobilizim, po rikthehen edhe në heshtje disa që nuk dojnë të identifikohen si pjesë e gabimit që kanë bërë, absolutisht, kemi kontakte të përditshme, ka dhe njerëz që kanë pas përgjegjësi në për guxo ose vetëvendosje ose këto gjëra, po e kanë pa që nuk është reale ashtu, nuk është reale. I shohim edhe statuset publike të njerëzve që i vrejnë, ka besuar në kauzën e luftimit e korrupsionit, vetëm ne me pash në ditë në militante vetëvendosjes që për mendimin tim është edhe vajzë e mirë.
e kine rrjetet sociale, i shku edhe kish paraqit në dyshimet e saj që ka abuzim me paranë publike, ndërsa pritja pej krerëve të vetëvendosjes kish qenë e ftaftë dhe sigurisht janë pjesë e saj, kështu që e kanë largu, vajza është largu jashtë vendit krejt me dëshpërimin e madh se diçka e madhe ka ndodhur, se jo si ndryshim, po si mashtrim, sepse ne kemi besuar që janë duke mashtruar, jo që janë të vërtet, sikur po shohim rastin me mafin energjetike, me tenderet një burimor. Do më thonë, ne jemi apërshe se në ka... Mos të druhen njerëz në mjeka ligjit është përfshi kjo tema e kuvendit. Në ministrit e linjes është duke vazhdu të ndërmania njërë të tërshme. Ka institucione që duke e vuj qytetari, shëndetësia, më thonë, nuk i ki gjanat ma elementare. Gjanat ma elementare nuk i ki, nuk mund është me marrë shërbimet në institucionet publike shëndetësore. Kuvendi po e klipson thu këta. Pjesa arsimit, do më thonë, është në neglizhencë fare, pjesa ekonomike, rritja e çmimeve, nuk ka kontroll, ka abuzim të skajshëm. E mos flasim për shtrejtimet edhe për këto kontratat e energjisë elektrike që tash kanë dalë sipërfaqe si mekanizëm kriminal i një strukture të organizuar e cila në mënyrë të heshtër ose në mënyrë pandershme prapë tenton që t'i mbrojë si diçka ligjore, por mbi kurrizin e qytetarëve të Kosovës. Me emra dhe mbi emra duket se po veprojnë dhe nuk po ndjehen të ndrojtur. Jo të ndrojtur. Çfarë flet për ju kjo? Kjo flet që ne kem nevojë për një drejtësi të guximshme. Kem nevojë për një drejtësi të guximshme. Jo, ja tha zoti Abdixhi, kem nevojë për një pakt të Shqipërisë. Kem nevojë për një institucion i cili e ndjek në vazhdimsi korrupsionin. Jo vetëm si agenda institucionale brenda institucioneve të sigurisë, por një mekanizëm i cili e ka fokus parandalimin edhe luftimin e aferave korruptive. Të kemi miliona tender një burimor, pa një situatë emergjence, pa arsye ligjore. Prapa këtyne më shifen shumë duke që askujt nuk po i bën prej atyre që në pushtet kjo punë, vjojnë me sulme ndaj institucionet të akuzës o paret akuzës. Arroganca e numrave, sjellja, ajo fitoria prej 50% e ka lëndu shumë demokracinë Kosovë. Nuk e kanë ndihmuar. Ajo nuk e kanë ndihmuar. 50% që e ka përdorur për kapjen e institucioneve, dhe për kapjen e institucioneve të pavarura. Disa edhe që ka arrit mi kap, mi përdorur si elemente shantazhuese ndaj të tjerëve. Edhe keni pa dhe reagimet e ndërkombëtarëve, keni pa reagimet në raportin e progresit. Më thonë e ki pa gjuhën e atyne që e kanë mbështet Kosovën për më arrit ku jemi sot. Për shembull deklarata e State Departmentit shtetit kur thot ka korrupsion qeveritar, do të thonë institucional. Dhe kjo është e shumë e zezën e të bardhë. Kapja, mbyllja e gojës e media. Një prokurori ngjarja që ka ndodhur me KPM-n, ngjarja që ka ndodhur me RTK-n, me shumë institucione tjera. Dhe sulmet e vazhdueshme kur prokuroria ka marrë iniciativë ligjore për me parandalu ose me luftu dhe me burgos njerëzit që janë marrë me korrupsion. Është një aferë madhe edhe drogës zoti Zemaj që po mediatizohet shumë. Dhe lidhet e tyre duket që po them shqetësimi është që nuk po ngritet kjo temë në nivel të alarmit kolektiv shoqëror. Do të thonë televizën njerëz që janë veshme të mos druhen nga ndjekja e ligjit, nuk të na urrit edhe të na shkollu këtu fëmia. Edhe nuk po them me personalizu, po unë kom diskutuar edhe në kuvend të Kosovës, vite me parë dy fenomene. Drogat, parandalimi për mesmarrjet deri te shkollat të fëmijët edhe fajdet. Do të thonë që janë këto dy elemente edhe që po vazhdojnë që janë shkatruese për qytetarin e Kosovës. Dhe kur e shet tash eksponent me mbështetje politike edhe me pozita politike në kuadrët vetëvendosës, ishte rasti para disa viteve atij
nga Prishtina, tash rastet e fundit pjesë e krimit organizuar ndërkombëtar. Ndërkombëtar. Edhe asnjë fjalë, një letër, një përshtim, një antore, jo një antore. Një person i cili ka qenë financues. Po të ndodhi kjo juve, çfarë do të bënin atë? Fati mirë që ne nuk kemi, nuk po mund të ketë, cila rastis mund të kemi, po pala tjetër do të ishte shumë më agresive, besani edhe linçuese, ndoshta do të kishte edhe protesta. Kjo është edhe raporti qytetarit, sepse ai më rrin të fëmia i tij, nuk më rrin veç të fëmia im i tjetrit e i tjetrit. Do të thonë, ai që rrin edhe ai ka fëmijë, nëse janë pjesë e përdorimit vetë saj. Mbi përvojën politike që ke, është i mundshëm seriozisht një plan diskutimi për qeveri uniteti nga LTK? Ne kemi afruar, nuk ka pas shme të thonë reagim tashpër nga subjekte tjera për pas të vetëvendosjes, edhe ata do kohëthirër diçka në kohën e UNMIK-ut, ose në qeverinë e unitetit, ose në grupin e unitetit që ka qenë para pavarësisë. Po edhe grupi i unitetit e ka pas një arsye të themelimit të tij. Sepse edhe atëherë ka pas institucione. Po, është dashur më kry do punë tjera. Edhe ne tashmë kemi disa punë që nuk punuan është një kry, edhe me 50% që i fitove votat. Do të thonë, dialogi, energjia, ekonomia, inflacioni. Do të thonë, janë shumë gjëra të cilat edhe pse mund të fitojë një subjekt i vetëm ose një koalicion qeverisës, nuk po arrin të përfundoj. E kjo po i kushton Kosovës. Ne nuk po dojmë i leju Kosovës që mi kushtu edhe ma gjatë. Po e bëni për Kosovën. Edhe prap më ullë, po për Kosovën. Se për LDK ne kishim hy në koalicion edhe me këtë mosbesim, edhe me këto ndarje, edhe me këto dallime që i kem, edhe kishim marr hise edhe mund të marrim hise në pushtetin qendror. Zeme, nga dita ditë, situata po shkon duke krijuar një zemrim gati kolektiv, duke parë seanca të kuvendit çdo 48 orë shohim një qeveri kujdestare që është jashtë kontrollit parlamentar. Dhe mosgatishmëria absolutisht partisë së parë që të jetë më konstruktive, si më thënë, doshlirë në pikpamje dialogut politik. Ky dialog ka munguar dorë në zemër me vite midis subjekte, por në një situatë kur partia që dele para në zgjedhje ka 48 tulse edhe nuk mund ta bëj këtë formulë bashkëpunimi me tjerë, ç'flet kjo për ju? Po e nisin nga e para. Ne po të kishim 48 deputet, do të kishim sot edhe kuvendin edhe qeverinë e re të Republikës së Kosovës. Ne po të kishim 48 deputet, do të thonë, kjo ngërç politik mund të bëhet fjalë në ditë të vogla, por me një zgjidhje korrekte për me ofru qytetarëve institucionet e reja. LDK nuk i ka. Mënyra se si ka tentu dhe po tenton lëvizat vetëvendosje, e para me kontrabandimin e deputetëve, e dyta me joshjen në mënyra ndryshme të deputetëve, ose gjyetinë e deputetëve cilët paka shumë ndoshta edhe se kanë përvojën ose nuk e kanë akoma atë identitetin parlamentar, politik, dhe mund jenë më të qasshëm edhe më të lehtë nga presionet, sepse nuk janë mësuar akoma me presionet edhe me vendimarrjet politike asnjëherë. Atëherë kjo është edhe e pamoralshme. Dikush më tha, pse po e thua këtë, po me një debat patëm tha. Për ato e kam vënë në fushë mekanizmin e votës së nuk është e drejtë, më thotë, thash, po ne kemi shembull edhe në të kaluarën e afërt, edhe pse lëviza vetëvendosje kishte 50% vota, prap tentoi dhe muar deputet nga partitë tjera për votat e presidentit. Po, edhe pse dikur më vonë disa deputetë kuptuan edhe u larguan nga lëvizja vetëvendosje dhe grupi parlamentar i tyre. Me korrekt është të ofrohet një zgjidhje, një marrëveshje gjentelmene, transparente që e ndihmon vendin, e ndihmon skenën politike, ta quaj kështu, merr përgjegjësi politike, ndan përgjegjësi politike, se sa ajo gjuha e cila krekosja, ne do të kemi numrat për kuvendin,
për qeverinë. Pastaj si kemi për kuvendin, po I kemi për qeverinë. Testonani për kuvendin se ne do ta bëjmë qeverinë. Si do ta bësh qeverinë? Domethënë ti për kërkon hapin e dytë që unë po testoj, ha të bëm president të vendit, po testoj për kuvendin e për qeverinë. Domethënë apo kërkon në shtrim nga ju? Kjo po kërkon dikur që dorëzohet, por kështu nuk funksionon. Kështu nuk funksionon. Unë po flas për LDK-n. Ka presione, ka kërkesa, por këtu ka përgjegjësi dhe ka ndarje të përgjegjësisë. Nuk janë të gjithë të barabartë. E thash, edhe po e përsëris, nuk është e tepërt. Ne po të kishim 48 deputet. Lumira Abdixhiku do të ishte kryeminist dhe Kosova do ta kishte qeverinë e re. I kemi 20 deputet, I kemi të vendosur, I kemi me kredibilitet, I kemi njerëz që mund të kontribuojnë edhe si pozit, po edhe si opozit. Kemi dhënë këtë përcaktim, por ne nuk mund të bëhemi pjesë e këtyre pazareve pa agjendë qartë politike. Ky njeri nuk ka dalë me tregu as për këtë mandat se çka I dëshiron Kosovës, me gjithë dyshimet edhe abuzimet që po ndodhin. Ky njeri ka gjykuar që barikadohet me një emër të përveçëm ku ka edhe vullnet nga të tjerët që mund të kalohet. Është problem real Albulin Haxhiu? Kjo fazë, urna? Albulin Haxhiu është problem real? Si njeni ato në politikë? Ne nuk kemi interferuar në propozimet e lëvizjes vetëvendose. Jemi subjekti I vetë, pse ka njerëz tek ne, po flas për veten time. Nuk kam dhënë idesën ndonjë kandidat tjetër pasim fundit I takon propozimi atij. Ai propozim mund të më bëllë një emër tjetër, sepse po të ketë marrëveshje. Ai detyrimisht ka me dalë dhe me propozu një emër tjetër. Njerëzve edhe pja u shpjegoj këto në bashkëbisedim, edhe si kërkesë. Nuk është ajo që unë mendoj që duhet t'ja diktoj është në vullnetin e tij, po nëse jam pjesë e një marrëveshje, atëherë edhe mund të jetë kërkesa për diktim të emrit. Sepse nuk mundesh me afru institucioneve. Po ju në marrëveshje politike që ta diskutohen. Po, absolutisht, diskutohen. Të janë edhe disa emra që janë për më të përshtatshëm edhe për institucionin, por edhe që janë për arritjen e synimeve. Situatë mase kur Kosova mund mbetet pa president legal. Kemi kredibilitet. Kur të vijmë në Haxhiu. Personalisht. Po, në politikë. Unë kam punuar gjatë me Albulenin. Gati 10 vite kam qenë pjesë e përbashkët e Komisionit për Legjislacion. Kem pas polarizime kështu në kuptimin e dallimeve politike edhe ideologjike, po njerëzore kemi pas shumë korrekte. Mënyrën se si ka gjykuar në veprimet. Nuk është problem, po problemi është sjelljen I takon. Problemi është adresa e Zotit Kurti që nuk është I gatshëm për marrëveshje politike. Kjo është adresa e qartë dhe vetëm është vendimarrja politike që I takon Zotrit Kurtit. Tash si deputet se s'po dim si kryeministër në detyrë apo si deputet I betuar I kuvendit të ri. Tha mirë sepse Zoti Kurti thotë se unë po punoj qeveria, po punon, ai që nuk po punon është kuvendi. Çka flet kjo për ju? Qeveria, po ajo është pjesë e kuvendit. E propozoi edhe tek takimi I presidentës që zgjedhjet lokale të mbahen bashkë me ato. Ajo është pjesë e kuvendit. Nuk është duket ishte më shumë një farë shantazh ndaj subjekteve politike që nëse nuk do ta kemi qeverinë, po propozojmë edhe zgjedhje lokale, po janë sinqert edhe në këtë pjesë, edhe pse ka indikacione, ndoshta vera, tendencat për mi përfshi edhe Mërgatën, këta e din mas mirë sikur mi bë këto lojna, po Mërgata kur të vjen ka me gjetë Kosovën ndryshe. Unë jam I bindën që kanë me kuptuar keq menaxhimin edhe pa aftësinë e qeverisë. Kanë me gjetë faturat në derë të shtëpisë, edhe pse nuk jetojnë këtu, kanë me pa cili është dallimi nga vitet e kaluara, edhe të energjisë elektrike, por edhe të shportës, edhe të ndërmesës produkte bazë konsumit, po. Edhe ndërmesës familjare. E Kosovën kanë me gjetë shumë më mbrapa, se sa e kanë lënë nga viti I kaluar. Domethënë jam I bindën në këtë, edhe në komunikimet me ta, edhe ata të cilët nuk besojnë, edhe ata të cilët mashtrohen me ato pamjet nga fotot e mira në liçenin e imanit edhe si domosdoshmëri e shtrirjes së ligjshmërisë, por mënyrën e jetesës do ta shohim sa është vështirësu për qytetarin që jeton edhe vepron edhe krijon mundësi jetese për fëmijët, për njerëzit e vet në Republikën e Kosovës. Zgjedhjet lokale janë caktuar me 12 tetor. Po, është afat kushtetues.
pa me përmene zotin Kurtin në Telliçeni u Imanit. Duke që sërish vijon ta ketë kauz veriu në justifikim për shlirimin e asaj pjese, po mbajtën zgjedhjet në 12 tetor dhe mori pjesë lista serbe. Shihni që ata kryetarë të ri me legitimitet, nëse votojnë, sepse ajo është zonë me populluar me shumicë serbe. Dhe po mbajtën zgjedhjet lira me 12 tetor demokratike, do të kemi kryetar praktikisht të komunitetit serb që jeton atje. Çfarë flet kjo për zotin Kurti? A është kjo droja zotit Kurti që Kosova ti mbajt njëtin kod edhe zgjedhjet lokale ose më herët zgjedhjet e jashtëzakonshme, në mënyrë që situata pas zgjedhjeve lokale të mos shihet si përmbytje gjithë asaj kauze çfarë ndodhi në veri. Kjo spari do të jetë sfiduese për Republikën e Kosovës. Edhe atëherë kur jemi keq kuptuar me qëllim, se jo me dashamirësi, që ne kemi thonë janë disa gjëra që cilët duhet zgjidhen në partneritet me ata të cilët e kanë mbështet dhe vazhdojnë ta mbështesin Kosovës, që mos mbesim edhe jashtë agjendave integruese, por edhe të kemi një fuqi ta quaj edhe mbrojtëse, edhe me kapacitete mbrojtëse, por edhe një fuqi të mbrojtjes politike karshi zhvillimeve globale që po ndodhen në rajon edhe në mbar botën. Por ndryshe, nëse do të ketë elemente destruktive, që unë besoj që do të ketë elemente destruktive, se shtytja e Beogradit, akoma nuk është heq dorë atje nga hegemonizmi serbe, gjëra tjera negative. Atëherë do të futemi në një fazë e cila thash Zotit që mos të jetë problematike, por ka më pas elemente pas elemente destruktive dhe të përçarjes edhe etnike. E kjo është ato që cilën ne nuk e kemi dëshiru. Unë nuk kam dëgjuar dikur që ka qenë kundër shtërirës së ligjshmërisë dhe kushtetshmërisë në territorin e Republikës së Kosovës. Ka pas abuzime me emrat përveç që bashkëpunim, ato është le të mbetet në ndërgjegjen e çdo vendimi ose çdo kujt që ka pas përgjegjësi institucionale edhe politike. Po në faza të caktuar gjithë kem pas, do thonë kanë një pjesë të përgjegjësisë. Unë në kohën e pandemisë, për shembull, nuk kam hezituar që të angazhohem maksimalisht që këtë qytetarët e Republikës së Kosovës të marrin shërbime edhe të jenë të mbrojtur nga COVID-19. E dyta, kam insistuar që raportimi të jetë institucional, do thonë që kemi arritë edhe në atë kohë. Po flas me mbështetje edhe me partneritet edhe me ndërkombëtar, që kryetarët e komunave të raportojnë në mënyrë institucionale për rastet pozitive, edhe për rastet e shërimit, edhe për parandalimet, masat, respektimin e masave në komuna. Nuk ka ndodhur asnjëherë që mos të respektohen masat orari i kufizimeve anti-Covid. Nuk e kam përdor këto si pjesë populliste. Kur nuk e kam përdor as emaillat e kryetarëve të komunës, as raportimet. Do të thonë që ndoshta janë të vetmet në aspektin institucional zyrtarisht që kanë raportuar në ministrinë e shëndetësisë. Nuk e kam përdor vizitën në mbrojtjen edhe në respektimin e masave në atë pjesë të verë. Po asnjë media me vete, asnjë jo, nuk kemi qenë vërtet. Do të thonë, nuk e kam përdor pacientin, do të thonë edhe shërbimet që i kanë marrë për neve për pjesë populizmit edhe për vota. E kjo është ajo që neve na dallon. Do të thonë, kjo është ajo që neve na dallon. E tash, ky elementi sensitiv, kuptimin e shtrirës së sovranitetit, është i ndihshëm të qytetarët. Sepse aty ka njerëz. Sovraniteti është komponent nuk mund të reduktohet vetëm me prezencën që janë larguar me dhunë nga e pjesë. Ka qytetarë që janë vrarë, janë masakruar, ka qytetarë që janë vrarë, masakruar edhe mas lufte. Por për interes të zotit Kurti, për shembull, ne kemi pas këtë verifikim të Oliver Ivanovićit. Në Nepal shumë familja akuzojnë që ka qenë pjesë e një masakre pas lufte. Po në Mitrovic. Në Mitrovic. Domethënë, këto janë ato gjërat që ne na dallojnë. Betejën e humbët me neve për krahja për shtrirjet e sovranitetit. Në popull betejën e humbët me ta. Po nuk kemi popullist. Po shihni që nuk jemi populist, nuk po luftojmë na me çdo kusht për vota, me përdor çdo temë edhe narracion populist që e dëmton Kosovën
për kauzë personale. Këtu ne për këtë arsye do dallojmë. Nëse vendi shkon në zgjedhje. Edhe nuk ne prapë vazhdojmë ndoshta të dëmtohemi në këtë pjesë. Por e bëjmë për qytetarin. Edhe ai që vjen pas meje, edhe tjetri, edhe unë që kam marrë pas dikuj, Lidha Demokratike ka këtë koncept. Mund të themi se edhe drejta ka këtë strategji, por ka edhe këtë vizion. Po. Më thonë prej kohës së presidentit rrugova, jo vetëm tash, po prej kohës së presidentit rrugova, janë 2-3 parime që neve na mbajnë pjesë të asaj ideologjia. Është dialogë, është konsenzusi, edhe është respektimi i të drejtave dhe lirive të njerëzit në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Por edhe vizionin që t'jemi shumë më bashkëpunues me ata të cilët e kanë mbështet Kosovën për e përsëris në kauzën dhe në luftën për liri, pavarësi dhe shtetëndërtim. Nuk mund të bëhemi pa ata. Kushdo që mendon, ju po i shihni domethënë edhe Ukraina me miliona banor, me një fuqi marramendse ekonomike, me resurse shumë më të mëdha, po detyrohet ta shtri dorën e bashkëpunimit në ata të cilën po e mbështetin për Tilos, domethënë. Edhe shtetet shumë më të forta. Edhe për bes ka filluar në farinati me pa, nuk po them inati, po them inati pozitiv ose në xhelozije, tu i pa Shqipërinë, Maqedoninë e Malin e Zi se si kanë prosperuar edhe që janë duke Shqipëria më po e shet thuajse edhe vitin kur mund ta tarsohet integruese, ndërsa ne merremi akoma me një kryeministër që është demagog, po thuaj është demagog, është popullist, luan me fotografi, luan me emocion, luan me ndjenja. Edhe kjo është fatkeqësie për qytetarin, jo vetëm për neve që jemi pjesëmarrës të politikës. Për mene 3 parime interesante, presidentit Ndjer Rugova, në fakt këto parime janë të mishruar edhe në kushtetutë, objektivisht. Një kushtetutë për një shtet qytetar që respekton gjithë, që bë dialog, që bë konsenzus e të tjera që e afirmon pluralizmin, rrjedhimisht demokracinë. Po këta aleat në cilëtet si Kosova, zoti Zemaj, njerëz edhe mund të abstrahojnë këtë fakt çfarë po e them. Po është fakti notarizum, ka ecur Kosova nga 90-ta e këtej me këta aleat. Deri tani, në marrëdhënien ndërkombëtare, ky status i rëndësishëm gjeopolitik i Kosovës është po me këta aleat. Kosova është shtet me këta aleat. Njerëzit mund ta nënçmojnë sot 2025 nga influencimi i zhargone ndryshme politike për konsum dite, për konsum stine, për konsum viti, po e vërteta kjo. Tani këta aleat na sankcionuan, vendi është në sanksione, disa për ty në u thua se po hiqin gradualisht, po vendi në sanksione pikërisht për shkak për shkallëzimit të situatës në veri. Duket që askujt nuk mund të pengoj një mendje racionale shqirja solenitetit, s'ka asnjë pikë dileme, por kjo po interpretohet se këta ishin me radioqiqin, këta me Serbinë e këty në pjo pengon. Deri në këtë pikë ka arritur ndarja shoqërore. Dhe duket që BE është e vendosur në ato detyrime që mori vetë zoti Kurti në Bruxelles në orë. Marta Kosta, rruga e Kosovës, komisionale për zgjerim, për Bashkimin Evropian shkon nëpërmjet procesit normalizimit, dialogut të dyja vendeve me ndërmjetësimin e BE-s dhe duke mos shkaktuar tensionim në terren. Apo lexohet saktë se çfarë po ndodh politikisht me Kosovën sot, zoti Zemaj? Në çfarë ju e dhat një përmbledhje edhe shtruat një temë e cila ndoshta duhet të elaborohet shumë më gjatë. Po kjo është edhe pjesë e atij insistimit pse duhet kemi qeveri të unitetit, qeveri kalimtare. Për të vendosur disa korniza që Kosova ka dalë jashtë rrugës së saj integruese. Pse po e them këtë? Mënyra se si e ka trajtuar dialogun, duke mbajtur në dorë tek populizmi dhe gjuha të cilën e ka përdorur me vite të tëra për të ardhur në pushtet. Vite të tëra për të akuzuar të tjerat, për të mos njohur marrëveshjet, për të thënë që janë marrëveshje dëmshme, janë kundër e zhvlerësojnë Republikën e Kosovës. Ky arriti te marrëveshja e Ohrit, që është
një më të dëmshmet e mundshme që është vendoset në letër edhe vendoset si barë për të ardhmen e Kosovës. E kem vetë menaxhimin, Asociacioni, po, pjesës që është te asociacionet, sepse asociacioni flet për komunat me shumicë serbe, po vetë menaxhimi flet edhe për një qytetar serb që mund ta ketë lidhjen direkt me Serbinë edhe jashtë komunës ose jashtë asociacionit. Edhe kjo është fatkeqësi. Plus e kemi statusin e kishës ortodokse serbe, diçka e cila është luftuar edhe nga pjesa demokratike që Kosova mos jetë në gjykimin e tyre si pronësi shekullore e kishës ortodokse. Ndrimi, qëndrimi, prap ka qenë, ju dini për me manastirinë e Deçanit, me tokat e monastirit Deçanit çka ndodh. Ajo çfarë jeni nga atje Ne kemi pa komunikimin, historinë që prek nga gjyçrin, me Radojqiqin e të tjera. Kjo është ajo që ne po i thojmë haptas, po i thojmë. Tash, se si vlerëson qytetari, ne e kemi pa që dorën zemra dhe nuk i ka vlerësuar në kuptimin e asaj peshorës në atë që është thënë dhe në atë që është bërë. Por, një fakt është, në kohën kur gjithë e kanë pas fokusin ndaj agresionit të Rusisë në Ukrainë. Ku gjithë i kanë përkrahur shtetet demokratike që kanë qenë në anën e demokracisë, lirisë edhe të këtyre aleatëve, ne jemi në sanksione nga komuniteti evropian. Nuk ta lëm ta ndalsojmë në Këshillin e Evropës. Tash, po këta Këshilli i Evropës, jo Rusia, jo Serbia, me Rusin jashtë Këshillit e Evropës ne nuk arritëm që të bëhemi pjesë, edhe kjo është fatkeqësi. Po s'mund ta akuzojmë gjithë botën tani. E dyta edhe çka është kjo më e rëndësishme. Kjo po ndodh në vazhdimsi. Ne kemi disa informacione edhe ka që për largimin e sanksioneve që janë pjesa ndihmës pakos ekonomike. Po është pakoja e dytë, ato kanë humbur. Ato mo nuk janë. Kosova 500-600 milion ka mbetë jashtë agjendës investive. Kjo është pakoja e dytë. Ne po rrezikojmë me këtë sjellje televizës vetëvendose të zotit Kurtit që të humbim edhe pakon e dytë. Ata mund t'i largojnë sanksionet dikur më vonë. Hupja shanset për marrësen në Këshillin e Evropës ishte. Pjesën ekonomike, edhe politike edhe integruese, ne jemi shumë të largë. Mos flasim për pjesën e diplomacisë, e cila sot Kosovën është jashtë gjitha agjendave. Jashtë gjitha agenda. Kretë komuniteti evropian e ka pas fokusin në takimin e Tiranës, ne ishim periferik. Kosova, pjesëmarrja e presidentit kretë në rregull, ka rolin e saj reprezentativ, kushtetues, po aty duhet roli ekzekutiv, edhe ai i cili merr vendime edhe ka mbështetjen parlamentare. Situatë pikëlluese këtu. Domethënë, ne po flasim për shumë elemente të cilat dëshirojmë edhe e bujnë domosdoshmë mbase idenë për një qeveri për ta pauzuar pluralizmin për një kohë. Këto janë edhe gjëra të cilat na kanë larguar. Për të përbashkë që të adreson çështjet vitale për shtetin. Në kryesinë e LDK-s, domethënë, kanë qenë tema të diskutimit çka na afron dhe çka na largon me këtë subjekt politik. Po neve këto na largon edhe me subjekte të tjera nëse nuk janë pjesë e kësaj agjende shtetformuese. Domethënë edhe integruese. Domethënë gjitha, rendi, ligji, ekonomia, integrimi, domethënë nëse ndonjë subjekt ka adresa të tjera, nuk mund të bëhemi pjesë e asnjë bashkëpunimi dhe asnjë veprimi të përbashkët politike dhe institucionale. Këtu kam marrëveshjen e Washingtonit përpara, 4 shtatorit 2020 ish kryeministri Oti ishte në Washington. Dhe nënshkroi këtë marrëveshje në emër shtetit të Kosovës. Iku si kryeministër dhe kjo marrëveshje në shtëpinë e bardhë zemaj nuk u përfill nga kryeministri i qeverisë kujdestare, zoti Kurti, nga deputeti Kurti. Çfarë mesazhi ky për një shtet për cilën ka investuar shumë? E keqja e kësaj, thoshte kjo për Kosovën e keqja e kësaj është në këtë aranzhament. Ndërprerja e mandatit të qeverisë Huti. Mund të thotë dikush të ke qenë pjesë e saj, po tingëllon subjektiv edhe dëshiruar, jo përbes, domethënë nuk ka hiç është. Këto janë kohën veprime të burrshtetasëve. Vendimet në kohë pandemie
që mos të harrohet agenda integruese edhe ku e çon Kosovën në familjen evropiane dhe në familjen e sigurisë NATO e në institucione tjera me njohje të rëndësishme të shtendeve ka qenë e burgshtetasve edhe shtetformuese në kuptimin politik edhe institucional. Tash temat brenda marrëveshjes mund të mesin gjithmonë pjesë e debatit. Por ajo çka po shihet është gabim largimin nga kjo agjendë. Edhe mënyra se si janë ataku vendimarrësit e asaj kohë edhe se si janë gjiku. Edhe sot me punu nuk mundesh më bëmë pjesë e kësaj vendimarrjes e kësaj platforme ose e këtij momentumi politik. Se jo çdo herë e ki shansën me ul në pranë presidentit i cili merr vendime edhe në aspektin global. Ka ndikim po them. E dyta, kur është marrë njohja prej Izraelit, kjo ka qenë një mbështetje e madhe direkte, por edhe një siguri shumë të madhe për Republikën e Kosovës. Imagjino, një 4 vjet, 5 vjet nis kem pas njohje tjera. Asnjë marrëveshje, më fal që Vëndërbres ka pas, asnjë marrëveshje tutje ekonomike nuk ka ndodhur. Asnjë marrëveshje ne nuk e kemi ekonomike. Asnjë njohje deri në njohjen pasi që ra qeveria, që edhe dhe ajo me kontributin e të tjerëve, ose me thonë me kontributin e drejt për drejt të zotëri Pacullit përmes po sigurisht edhe përmes miqve dhe partnerëve tjerë. Këto flasin shumë që ne nuk kem nevojë për njerëz për egon e tyre për të qëndruar vetëm në pushtet edhe për të plotësuar atë pikturën e sigurisë, shpenzime e gjana tjera. Bardhë e maj firmos marrëveshjen e Mbështetjes Kosovës dhe një kryeministër pasardhës vendos tash për fill atë. Jo, ne kemi një kryeministër i cili ka qenë jashtë agjendës së shtëpisë së bardhë, edhe në vizita, jo vetëm të shtëpisë së bardhë, por nuk kemi takime bilaterale. Edhe kjo është fat i keq për vendin tonë. Kemi kryeministër dhe kemi ministra, cilët takimet bilaterale i kanë numerike. Këtë momentum me hupi thu Kosova të 4 shtatorit. Nuk i kthehet. Me bindjen time, mund t'i glojmë, nuk mundesh ta zësh hapin. Zoti Trump sot dhe Amerika ka tjera prioritete. Kishte 30 vjet Ballkanin. Kishte lufta në tani ka tjera prioritete. Nuk ishte të ndodhë kjo çka po ndodh në Gaza. BE-s të merret me çështjet e saj të brendshme, të territorit saj. Dhe prandaj po them sa do të ishte garanci, hipotekë e rëndësishme kjo marrëveshje që Trumpi në mandatin e dytë të jeti përfshirë po me këtë marrëveshje që do ta kishte zbatuar Kosova pjesën e saj. Shumë e qartë. Unë shpeshherë jam mundu të përcjell edhe këto se çka është zbatuar dhe çka nuk është zbatuar, sa ka arrit në vitin e parë, të dytë, të tretë, më thonë, cilat janë edhe në komunikimin për shkak që kemi me musafirët ose në takimet që kemi në Kongres edhe në Senat, më thonë, në mënyrë drejt për drejt, ata kanë edhe hezitim në kuptimin se çka po ndodh me neve. Nuk e di. Pse është kjo sjellje? Të paparashikueshme. Pse është kjo sjellje? Sepse atje të trajtojnë si Kosovë. Ti edhe kur shkosh si deputet i opozitës, do thonë ata të trajtojnë si Kosovë, qoftë i opozitës dhe qoftë i opozitash. Dhe e shet ti se sa je larg një agjende të mirëfillt, të përkrahur si një shteti i cili ka gjë kontribut madh, mos them kontributin kryesor edhe për liri, çlirim, besoj edhe për shtet ndërtim të edhe shtetin të cilin e gëzojmë sot. Jemi në fund, thujse fare, do doja zemaj t'i kthemi kësaj. Sot Kosova duket në sytë e komunitetit ndërkombëtar. Duket një vend që nuk ka pasur institucione që përdojnë besueshmëri, parashikueshmëri politike. Një vend që me këto institucione vështirë mund të hyet aranzhman besueshmërie, parashikueshmërie për marrëveshje ndërkombëtare, për mbajtje të fjalës. Duke që nuk po i bën përshtypje kërkuj sa. Ky është mendimi im personal. Unë prap e mbështes tezën që kemi nevojë për unitet politik. A më pëlqen mu në një kryetar partie, a nuk më pëlqen,
mënyrën se si e gjykoj ose jo, kjo është krejt tjetër. Po Kosova ka nevojë për unitet politik. Kosova ka nevojë për pozitë dhe opozitë. Nuk e anashkaloj asnjëherë. Po për një opozitë dhe një pozitë që punon në interes të vendit, jo në interes purë të pushtetit. Spaku, kjo është atë të cilën unë funksionoj, edhe mundohen edhe brenda subjektit tim politik, edhe me elektoratin që unë e përfaqësoj. Edhe këtë e thej me guxim, po edhe të keqen e luftoj me guxim. Edhe mendimin ndryshe e respektoj kur mua nuk em pëlqen. Derisa nuk kemi një konsenzus, edhe një platformë shtetërore, unë e kam drojën që ne do të mbesim jashtë këtyre agjendave të mirëfillta që ndihmojnë Republikën e Kosovës. Për këtë arsye kërkohet leadership, kërkohet vendimarrje, kërkohet guxim politik, kërkohet tejkalim të vetvetes, kërkohet idealizëm më shumë, jo subjektivizëm, dhe të respektohet mundi dhe gjaki gjithë atyre që kanë luftuar edhe kanë dhënë shumë për këtë vend. Vetëm ashtu ne e përkthejmë në të mirë në rezultat të atyre që kanë sakrifikuar gjatë gjithë, sidomos në shekullin e fundit, për ta kemi një Kosovë të lirë dhe të pavarur. Ndryshe, unë do të mbes një zoj i cili nuk ndalet se kërkuari në këtë agjendë e mirë, mendoj, dhe e dobishme për vendin, për shtetin tim. LDK, përkundër që mund të kemi edhe ne gabimet, meta ose gjana, mbetet prioritare e kësaj. Mbetet prioritare edhe në dialogin e brendshëm, por edhe ato që ju ofrojmë institucioneve edhe qytetarëve të Republikës së Kosovës. Garën politike nuk e ndalin. As nuk jo maj që unë tham, ne këtu duhet të bëhemi bashkë ose gjana tjera. Po, dallimet i kemi, ideologjinë i kemi ndryshme. Jemi partia qendrës të gjatë, jemi partia vetme që jemi pjesë e partive popullore evropiane. Jemi partia, mos ta quaj vetme, prapë po them, nuk po du me rëndu askan, po që kur shkojmë jashtë vendit, folim me të mirat e mundshme për Republikën e Kosovës. Bëhemi zë, edhe kur jemi zë opozitar në interes të Republikës së Kosovës. Jo si të tjerët kur kanë shku shpesh herë, ma shumë kanë folë zi e tërë për institucionet se sa Serbia që ka qenë në tavolinë kundërshtuese i shtetit e Kosovës. Zemajt, falenderoj. Falenderit, edhe po shpresoj të besoj që shumë shpejt do t'i kemi institucionet e reja ose t'i japim zgjidhje demokratike, kushtetuese. Një rrugë zgjidhje vendit do ta marrë politikës. Sigurisht, patjetër, ne për atë punë jemi, po në fund po them, përgjegjësia jonë politike është në bazë të fuqisë politike që kemi brenda kuvendit të Kosovës. Aty nuk jemi që të bëhemi aset ose mash për ambicet individuale të individëve. Aty jemi për interesin e vendit, pavarësisht se dikush tjetër mund ta mendoj të ndryshmen. Faleminderit. Respekt. Sukses. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.